Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube. Ka gra të cilat fitojnë një betejë, po ka gra të cilat duhet të kalojnë disa beteja, sepse duket sikur jeta është luftë për to. Megjithatë, zonja që kam sot më tha një gjë shumë të bukur përpara se të filloja këtë podcast. Më tha, jeta është dhuratë, Mirela. Dhe si dhuratë duhet jetuar e dhuruar në çdo ditë të saj. Fillojmë. Nora Mala, mirë se erdhe. Sa kënaqësi që të gjej në këtë qoshen tënde, sepse të gjithë njerëzit luftojnë për të patur një qoshe. Është mundësia më e mirë për të medituar me vete, por për të medituar dhe me tjerët. Pra është një, mund ta quaja terapi, sot jo në grup, po terapi individuale. E kuptoj. Edhe nuk ka gjë më të mirë se sa të pish një kafe. Me ty ti e mbarove kafen tënde, po unë do ta vazhdoj se pi me nge kafen dhe dua ta filloj atje ku e nisa në fakt këtë podcast, po flisnim të dyja. Për një kondicion shëndetësor tëndin që do ta prekim. Edhe thash që ti këtu, ku e gjen gjithë këtë energji? Dhe më the jeta është dhuratë, në fakt ku e gjen gjithë këtë energji? Kam përshtypje që lidhet me ADN-n e njeriut, po lidhet edhe me atë që quhet bota e brendshme dhe energjia që të fal besimi në jetë. Më kujtohet që përpara ca kohësh, pra në momentin kur unë u përballa me një sëmundje që nuk pëlqen fare as ta rikthej, por për hatrin tënd do ta them sot, që nuk ishte e mirë, në atë mjedis ku unë u gjenda, para ca kohësh kisha lexuar një histori e cila në fakt është edhe në një formë rrëfimi. Ishte një dhomë dhe në një dhomë ishin 4 kandila ose 4 fener, të cilët po shkëlqenin. Feneri i parë vendosi të fikej dhe tha, unë tha jam paqja, tha, po njerëzit nuk e duan paqen, tha, dhe nuk ka arsye pse të bëj dritë. Më pas filloi të fikej feneri i dytë dhe tha, unë jam besimi, po njerëzit nuk e duan as besimin. Dhe u fik dhe ai. Më pas feneri i tretë tha, unë ndjehem shumë keq. Njerëzit nuk kanë as dashuri, nuk e kuptojnë se ç'është dashuria. Dhe unë nuk kam pse të harxoj energjinë time dhe dritën time, dhe u fik dhe ai. Në këtë moment, ka e dhomë që po binte errësirja, ishte vetëm një fener që ishte i ndriçuar. Dhe aty pranë ishte një fëmijë që filloi të qante. Feneri kur dëgjoi fëmijën i tha, çfarë ke që po qan? I tha ai, unë kam frikë nga errësira. Dhe unë nuk dua, i tha, që ti të fikesh, tha, sepse unë do ngelem në errësirë. Atëherë feneri i katërt i tha, unë jam shpresa, i tha. Dhe unë ty, i tha, nuk do të lë në errësirë. Prandaj i tha, afro këtu afër meje, mos ke frikë, dhe fillon ndis, në fillim, ndis fenerin e tretë që ishte dashuria, pastaj fenerin e dytë që ishte besimi, edhe fenerin e parë që ishte paqja. Teksa kisha lexuar këtë gjë, po kuptoja që po përgatitesha për një betejë të fortë, që ishte betejë midis luftës së jetës edhe vdekjes. E ndërkohë, si një kalvar i gjatë mendimesh, unë rikujtua jeta ime që nga fëmijëria deri në moshën që tani jam 60 vjeç. Më kujtohet që sfidën e parë të jetës time kam përjetuar, atëherë e kam thjesht si të mjegulluar, po ky ishte realiteti, kur isha 5 vjeç e gjysmë. Në atë kohë në Shqipëri ra një grip i madh që u quajt gripi spanjoll. Unë i përkisja, kam lindur në 64, pra kam lindur para erëson. Dhe ishte një periudhë që fëmijët u prekën shumë dhe të moshuarit. Kur mua më kapi gripi, më kujton që më tregoni më, ky gripi ishte me një temperaturë shumë të lartë dhe u konstatua që unë po kaloja melingit. Melingiti në atë kohë ishte jo shumë i thjeshtë për të kuruar siç është tani, tani ka zhvilluar shumë teknologjia e shëndetësisë. Dhe unë u përballa si një fëmijë pa ditur se çfarë po ndodhte me mua dhe thjesht unë kam vetëm momente të mbajtura mend dhe situatat e prindërve që më kujtohet atëherë
mudesh që doktor Conchita ishte doktoresha që ishte origjinë spanjolle dhe që merre me studi ishte pediatre, mamaja ime duke qenë mjeke, kishte lidhje me të, erdhi dhe u alarmua dhe të gjithë tani po thonin Nora, çfarë të bëjmë Norës? Dhe më kujtohet që mami gjithmonë tregon, thot, ke qenë nga rastet e rralla, thot, ku të është marrë 3 herë palsa e kurizit. Dhe nga temperatura e lartë, kërciste ajo në tavan. Një ngjarje që unë nuk e mbaj mend në koshiencë, po ajo në subkoshiencën time ka fjetur. Dhe nuk e besonte njeri që unë do bëjsha kjo që jam. Tani nuk e di çam ka lënë, do më ketë lënë ndonjë gjë, po deri më tash nuk e kam për vete. Ajo mund të të ketë lënë një gjë, po ta pas ka lënë kaq mirë këtë gjë ty dhe këtë energjinë, sa që mirë që ka qenë. Po dhe parë kështu që tash ta materializojnë, mirë që ka ndodhur, domethënë. Dhe ky ishte momenti i parë që dua të them, Mirele dashur, se ndoshta kam qenë e përzgjedhura e Perëndis. Dhe Perëndia më ka vënë ca sfida të forta, të shëndetit që përballen me ato që quhet eksperiencat e jetës. Se ne shpeshherë themi që suksesi është objekti, kurse unë them jo. Objekti kryesor i njeriut është si të sfidosh të keqen dhe të mbizotrosh me të mirën. Dhe kjo është pjesa që më ka udhërëfyer tërë jetën time, edhe atëherë kur mund të jem dorëzuar dhe kam filluar të qaj, dhe kam qarë me gjithë shpirt, po pastaj kam kuptuar që në fund të ditës ka një raport midis jetës dhe vdekjes. Unë nuk e kam frikë vdekjen, unë, si Nor, sepse unë mendoj që ka jetë këtu dhe jetë të përtejme dhe mendoj që njeriu si që jeton bukur këtu, atje jeton dhe më bukur. Por unë mendoj që frika nuk është e jotja, frika është atyre që të rrethojnë dhe pasardhësve të tu, që të duan në prezencën tënde, se ne kemi kuptuar të dyja që kur të hikin njerëzit e dashur, dhe unë kam qenë në momente, kur kam qenë shumë e re, kam përjetuar dhimbje shumë të forta, më kujtohet në moshën 7 vjeçare, 8 vjeçare më iku për herë të parë daja im, 23 vjeç, me një azotemi në veshka, po ishte një njeri përkryer që dhe sot sa herë kujtoj. Ka mall për të. Kuptoj që malli është pjesa e jetës së njeriut dhe ajo që i bën njerëzit të friken është pikërisht se mallit si do ta rregullosh. Të gjitha të tjerat i rregullon, po mallit për njerëzit e tu që nuk i ke pranë janë shumë të forta dhe janë goditje që të bëjnë të kuptosh që është bukur ta jetosh jetën edhe nëpërmjet karvarit të dhimbjeve. E teksa po të rrëfeja këtë gjë, historia tjetër që më bëri të përballem me një sfidë tjetër ishte kur mbasi u martova, të gjithë presin që ti të sjellësh pasardhësin dhe unë sigurisht në atë periudhë mbas 2 vit, do vetëm mbas 7 viteve fejes, martese këtë, ngela shtatzan. Ngela shtatzan gëzim i madh se ke familja e bashortit tim është djali vetëm, dhe ke familja jonë ne ishim pak vetëm 2 vajza, dhe kështu që të gjithë pristin, prindërit e mi pritin të bëj, të mundësisht djalë. Dhe në muajin e dytë të shtatzanis, më zë rubeola. Fillon kalvari i mundimeve. Atëherë punoja në shtëpinë botuese 8 nëntori dhe më kujtohet që në zyrë isha me Mira Meksin, që e përshëndes shumë, me Mon Tupen, që e dua shumë, me Berç Varsin, me Yusuf Rionin, edhe me një miken time, Tashën dhe Silvana Fejzollin, që e përshëndes shumë. Të gjithë u shqetësuan se çfarë po ndodhte, se të gjithë më thonin që duhet ta abortoj. Probabiliteti për të lindur prap ishte pothuajse i pamundur. Atëherë midis luftës së mbajtjes së një fëmije që nesër mund dilte me probleme dhe mospasjes së një fëmije, unë përzgjodha këtë të parin. Dhe thash, sido që t'jetë, kjo është fruti dashurisë sonë dhe ne do ta mbajmë. Por, nga ana tjetër, mjekësia asaj kohe, se ishte para vitit 90 dhe kjo histori, djali im ka lindur në vitin 90, ishte që ti duhet të abortoje se ishte ke lista e aborteve. Ndërkohë nuk kishte eko atëherë. Dhe për herë të parë, sa po hyri një eko ke doktor Halimi dhe për herë të parë... Në anë të maternitetit të vjetër. Në anë të bravo. Për herë të parë, Halimi më ka bërë ekon dhe më thot,
Honora, dhe dua shumë doktor Alimin dhe përshëndes shumë se kam dhe mik të mirë. Honora thot, nuk di çfarë të them, thot. Jam shumë i paqartë, sepse ishte fillimi dhe të lexoje një eko, nuk bëj fjalë për të parë vetëm pamjen e jashtme, po duhet shikoje dhe problemet e rritjes, sepse ishte pikërisht muaji i dytë kur embrioni formohet dhe formohet edhe shkalla e të menduarit dhe gjithçka tjetër. Atëre më thot nuk di çfarë të bëj, thot. Ndërkohë ishte edhe një mjek tjetër që ja kam marruar emrin, po që ishte një nga mjekët më të rëndësishëm të maternitetit dhe që më tha mua dëgjon Nora, tha, unë them ta mbash, tha. Jam me ty, tha, dhe të mbështes. Unë kam vetëm 2 goca, tha, se gruaja ime s'më bëri djalë. Shiko, tha. Po bëre djalë, ta dish djalin ta marr unë. Po bëre vajzë, mbaje vetë. Dhe sigurisht kjo ishte midis dramës, së tragjedisë, edhe të së vërtetës. Një pjesë u ndam në shtëpi, një pjesë thoshte mbaje, një pjesë thoshte hiqe. Kam shkuar atëherë deri ke ministri i shëndetësisë, që ishte një nga burrat më të mirë, një nga mjekët më të mirë që kemi neve sot, po që është në pension. Dhe së bashku me Tinvjer, sepse Tinvjer e kishte shumë mik, dhe më thot, nuk di çfarë të them Nora, thot, është e drejta jote e zgjedhjes, por është e drejta jote e zgjidhjes. Dhe unë vendosa që ta mbaj dhe më kujtohet kur kam lindur Tani në 12 janar të 1990-ës, ishte një ditë, po jo e ftohtë, po nuk ishte më e ftohtë, Mirel. Ishte në një moment kur materniteti ishte në gjendjen e tij më të keqe. Vitet 90. Vitet më të tmerrshme kur nuk gjeje dot asnjë gjë dhe më kujtohet që kam lindur me këmishën e natës që shkova nga shtëpia, se nuk ishte as kushte. Megjithatë, fëmia, djali lindi edhe djalë, edhe 3 kile e 650 dhe aq sa fenomeni u paraqit në media, atëherë ishte Gazeta Zëri i Popullit dhe kam ruajtur edhe sot atë foto ku kemi dalë të dy me Tanin, unë një mama e cila nuk kuptoja se ç'ishte bota, po që bota u mblodh ke ai fëmijë dhe më kujtohet atëherë që të mos merresha fare me veten time, sa dola nga materniteti, kam shkuar, kam prerë flokët e shkurtra, që të mos kisha kohë të merresha me vete, po të merresha vetëm me Tanin, ndoshta ishte lindja më e vështirë që u bë atëherë, por që lindje që unë fitova një super djalë dhe mbi të gjitha jo djalë të mirë, po njëri shumë model, shumë të mirë dhe që jam e bekuar që e kam atë djalë. E qartë, ti jo të shkurtër ti prisje flokët, po fare pa flokë tishe ti ke qenë dhe mbete shumë e bukur njërë. Edhe besoj këtë ta kanë thënë të gjithë, se s'ta them unë e para. Jo, unë nuk jam e bukur. Unë jam grua që kam sharm kur e dua një gjë, dhe ndërkohë jam një grua që tregoj dhimbje kur dhimbja më vë përpara. Unë nuk i di këto, po unë di të them që ti je një grua shumë e bukur. Edhe që kur të kam intervistuar për e të parë dhe deri tani, unë them, ndër gratë më të bukura që kam njohur, është Nora Malaj, sepse je e bukur dhe kjo është pikë dhe pa diskutueshme. E para, e dyta, djalin e ke britsjap, 12 janar, po ne britsjapët natyrisht që vetëm gëzim e sjellim. Ju jeni dashuri e madhe dhe lumë ata që kanë britsjap, sepse britsjapët që ta dini ju të dashur që po na dëgjoni, janë kaq të qartë, të orientuar në pikat e tyre. Punëtor. Janë workaholic, do me thënë të varësuar nga puna, por kanë një botë. Ata po të deshën dhe të futen në shpirt, nuk të nxjerrin kur. Dhe nuk e pranojnë të vetmen gjë që quhet tradhtia. Jo, po. I the të gjitha, e mbyllim me ne britsjapët, i vuri pikën për ne. Tani vjen në jetë, ti vazhdon jetën. Tani vjen në jetë, unë vazhdoj jetën. Dhe në fakt një jetë shumë aktive. Sepse unë të mbaj mend që tek shkolla te gjimnazi, ti ke rritur breza studentësh, gjimnazistësh që janë bërë studentë. Intervista e parë që kemi bërë bashkë të dyja, o Lela. Po si ka mundësi që ti s'ke ndryshuar fare? E mirë tani. Kemi ndryshuar nga pak, po tani. Jo, kemi shtuar ca kile, asgjë më shumë. Tani, unë doja të mbetem në një moment tjetër. Ti je një njeri me energji. Në politikë, në shkollë, në televizion, ti kudo sjell energji, ke sjell gjithmonë energji, sjell energji. Sfidat me shëndetin natyrisht kanë ndjekur, por ishte një sfidë serioze. Në fakt, në një udhëtim në Itali, aty ti kuptove dhe tu bëj qartë që në fakt kishte një moment që ti duhet merreshe seriozisht.
Si ishte ky moment? Një nga problemet më të mëdha që kam unë me familjarët e mi është që ata më thonë ti ke një problem të madh, ti nuk e afron fare të keqen dhe nuk merresh fare me shëndetin. Megjithë që miqtë e mi më të mirë janë mjekët dhe unë i kam xhan dhe i dua fort, kur vjen puna që të shkoj ke ata si paciente, nuk i dua hiç. Sepse nuk e pranoj të keqen. Mundohem ta largoj me mjete alternative. E kuptoj. Më ka lodhur medikamentet dhe më ka lodhur historitë e gjata të smundjeve. Ndoshta kjo ka qenë dhe arsye se kur kam filluar për herë të parë punën time, si redaktore në Shtëpinë Botuese të Nëndori, kalova të gjithë parimet e mjekësisë së përgjithshme, që janë rreth 14 volume, dhe në një mënyrë apo në një tjetër bëra një çerek mjeke në mënyrë modeste, sepse lexova gjithçka dhe kuptova që qenia njerëzore është e përbërë nga dy elementë, nga elementi energji dhe nga elementi kimi. Këto të dyja vendosin gjithë ekuilibrat e jetës. Por nuk bëja këtë lloj filozofie që po bëj tani me ty, se tani jam maturuar e kam kaluar më shumë se gjysmë shekulli. Në këtë moment, në momentin kur unë po merresha jo me karrierën time, po me investimin tim që nuk e dija po quhej karrierë, por që po më erdhi ashtu natyrshëm, më erdhën natyrshëm të gjithë gjërat. Në një moment të caktuar duhet të shkoja në një konferencë në Itali. Çfarë viti? Ishte viti 2007. Po. Dhe nisem atje për të shkuar, në atë periudhë ka qenë ministri i shëndetësisë Nardoka. Për të shkuar, po ndërkohë atë periudhë kisha marrë një shëndet enorme që thonë italianët. Nuk e kuptoja pse isha bërë aq bullafiqe, aq sa kur lexoj ndonjëherë këto rrjetet sociale që marrin këto inatet me politikën, më vinin ca epitete, kjo më fal, bë ashtu, kjo shik, kështu, kjo, edhe thoja që sa mirë kur të shajnë, se nxjerrin dufin e tyre dhe unë e quaja veten si ato personazhet, për shembull, e di çfarë bëjnë japonezët, japonezët në fund të vitit marrin ca njerëz që nuk i duajnë dhe shkojnë, ju gjuajnë, i fajnë, i bëjnë në një dhomë, siç kemi ne këtu, dhe nxjerrin gjithë energjinë e keqe, shpëtojnë dhe gjithë vitin shkojnë mirë. Dhe megjithëse që ndonjëherë më dhimbte në fakt, e kuptoja që kishin një të drejtë sepse unë kisha kaluar për masat, isha bërë ekstra larg. Dhe ti nuk po e kuptoje pse vinte kjo gjëja nuk e kuptoja pse po më vinte. Ti filloje jo me dieta, me gjëra. Fare as me dieta, as me gjë, se s'kisha kohë për dieta. Pra unë punoja 24 pa 24, ndërkohë që jetoja me prindrit e bashortit, ndërkohë që prindrit jo të gjithë, mamaja e bashortit nuk ishte mirë, pra ndërkohë duhet bëja dhe punët e shtëpisë, duhet bëja dhe të mbaja dhe ekonominë e familjes, duhet shkoja të bëja dhe politikën, duhet shkoja të bëja dhe të gjitha gjërat, dhe duhet shkoja dhe jashtë, dhe duhet shkoja në një konferencë të flisja për suksesin e Shqipërisë. Atë ditë që shkoj në Itali, ndjej në hotel që nuk isha mirë. Më plasin ca të vjedha, më çojnë në pronto soccorso. Shkoj në pronto soccorso. Në urgjencë. Në urgjencë. Shkoj në urgjencë, po pa kuptuar gjë, isha vetëm dhe një përfaqësues tjetër, pra ishim dy nga Shqipëria. Me vrap vjen ambasadori atëre i jonë aty. Më shtojnë ata mjekut u alarmuan shumë se parametrat ishin shumë keq, tha nuk do ta nxjerrim, më mbajtën 2 javë aty, filluan antibiotik dhe më futën ke spitali, ke reparti që diagnostikoheshin me kancer. Nuk e kuptova pse më futën aty, po thash kush e di. Ishte kjo periudha atëherë që kishte lëvizje në përbot, që në Itali kishin shkuar shumë ruse, dhe italianët ishin bërë shumë të ndjeshëm karshi këtyre vendeve të lindjes dhe në fakt nuk ishin ndonjë dashuri shumë të madhe, ishte ende niveli paragjykues. E mirë, gjendem aty në atë dhomë, por nuk kuptoja asgjë. Afër meje kishte një zonjë që kur e fillonin ato gjendjet septike, ishte të merr. Nejse. Mbasi më analizojmë, thanë mua do të fusim, të operojmë, por një operacion i thjesht me laparoskopi nuk është problem. Tëmthi, ata evidentuan tëmthi. Okej, mirë. Mjeku quhej Barbanera dhe ishte një burr shumë king, dhe ai mjeku që do të më jepte anestezisti kishte ca sy jeshil, se mbaj mend që tani, dhe një burr me shumë, një djalë i ri, dhe më thot në momentin që do hynim në sallë. Nora thot tani, thot përpara se të hym, na këndon një këngë, ona recito diçka,
Tani, sigurisht, unë isha një italisht folse mirë, po jo ekselente. E kuptoj. Se që më hypi në atë moment, më kujtohej një nga vargjet e Dante Alighirit, Nel mezzo di cammina c'è la mia vita, dhe fillova unë të recitoj aferin e Dante Alighirit, instinktivisht. E kuptoj. Dhe ky doktori ngeli dhe më tha mua, per favore, signora, të lutem Nora, tha, më thuajnë çik profesionin tënd. Edhe i tregova unë. Wow, tha, unë pas kam derin të operoj, tha, një zonjë, tha, të tillë, tha. Sigurisht më bënte qefi. Në atë kohë, ndërkohë që të gjithë zonjat ishin shtruar atje në spital, më shikonin kështu pak vrëngër. Sepse isha e vetmja që nuk më vinte njeri dhe më vinin 2-3 të njohur të Timeti, 2 miqtë e mi italian, shumë të ngushtë, që kishin ardhur dhe kishin marrë vesh këtë gjë, sepse ishte koha me vizave atëherë. Dhe ti nuk s'kishe mundësi që të afërmit e tu të vinin të shihnin. Në këtë moment hy në operacion, unë nis për të hyrë për 1 orë dhe përfundova në 9 orë. Po përpara se të hyja, më kujtohet që i them këtij Mikeles, djalit. Anestezistit. Dëgjoj Mikele, ti ke një detyrë të më japësh anestezin dhe të më zgjosh. Se unë duhet të shkoj në Shqipëri, se kam një djalë për të rritur. Ai më thotë që, Nora, ti do bësh aq mirë thotë, sepse gjëja jote është asgjë. Edhe teksa filloi faza e marrjes së anestezisë dhe më kujtohen, më kishin vënë në sallë tingujt e muzikës së Vivaldit. Sepse i them atij mjekut që, se më thot cili është hobiut. Hobi im, i them, ka qenë pianoja. Unë kam bërë 8 vjet piano, po më vjen shumë i natë që nuk e mbarova dot, se do isha bërë një pianiste shumë e mirë. Gjithmonë duke bërë humor. Sepse kur ti shkon pranë vuajtjes tënde fundore, ti e bën humorin e zi, duke menduar që ti do t'i japësh vetes forcë. Po pa logjikuar dhe pa bërë shumë filozofi për jetën, ti e prek dhe kupton që ashtu si plaga që të hapet dhe ke këtu, edhe kur mbyllet ajo cikatricen për të kujtuar që mos haro, se jeta është shumë e çmuar dhe kujtoje veten, shikoje veten dhe kuptoje se sa me fatje. E teksa fillova të marrja anestezin, më kujtohet Mirela, këtë dua të ndaj me ty e ndaj për herë të parë, filloi vetja ime të më bëj në 27 nora. Më duke sikur po futesha në një tunel, po tuneli ishte i thellë, i zi, i thellë, dhe njëra nor i thoshte hëmbau, tjetra nor thoshte pritse edhe pak, tjetra nor pirse edhe pak, dhe shkoja thellë, derisa paç vetëm një pikë, dhe pika ishte një dritë si xixëllim, po nuk kishte lidhje me dritën. Aty u fika. Kaq mban mend subkonscienca ime. Kalvari i mundimeve filloi pas. 9 orë operacion. Mbaron me sukses apo çfarë? Kur e pan, u detyrua në fillim, më bën 3 pika këtu. Pastaj më kam bërë një hapje, se s'dua ta tregoj, po ta tregoj është një hapje frikshme nga këtu në këtu. Pse tani? Sepse ajo në fakt nuk ishte tëmthi, po ishte ngatruar me një masë e cila tëmthi vet kishte kaluar në një gjendje gangrenizuese dhe kishte prekur stomakun, stomaku kishte prekur mëlçin, pak të gjitha organet e brendshme le të themi ishte prekur. I hyn për të bërë një pastrim radikal dhe me shpresë që hoqën një pjesë të stomakut, me shpresë që unë do t'i kaloja të gjitha gjërat më pas, duke bërë maksimumin e një gjëje, se pa pritur ishte edhe një rast studimor për ta. Kuptoj. Sigurisht mos më than asgjë mbas 9 orëve që unë ti u zgjove. Kur u zgjova unë e pash veten, jo e qepur, po e kapsuluar, e kapur me kapsa metalike. Sepse qepja ishte aq e madhe, kjo çarja ishte aq e madhe, sa që nëse ti nuk i kapje me kapsa, tendenca e mishit ishte që të hapej. E kuptoj, nuk e mbante pra qepja normale. Nuk e mbante qepja normale, atëherë duhet të kapej me kapsa.
Do me thënë, unë e pash veten si ato personazhet e filmave, ke parë këto filmat horror, ku ti pa pritur gjendesh me ca tuba, gjendesh me një gjë dhe gjendesh me ca fytyra që kur fillon ti vjen në vete, ti thua, wow, ku jam? Sa zgjati kjo periudhë? O, periudha zgjati pak e gjatë. Jo, rikuperimi nuk është se ishte shumë i gjatë, si duket prapë them unë jam fatmadhe dhe Zoti më do fort. Sepse gjithmonë kam menduar pozitivisht dhe shpesh herë kur dëgjoj ndonjërin që thot, "Ua, si e bër", thot, "Moj Nora", thot, "Po të jam bërë rrudhat në qafë". O sa i dua këto rrudha sepse kam jetuar. Po, moj Nora thot, "Pse e ka ta ndisur kështu?" Ua, jo, këta që thon këtë Nora, të betohem që nuk shohin mirë nga syt. Këta Jo, njerëz që shkojnë te jo, okulisti. nuk Më elegantja që mund t'ju them unë këtyre nuk njerëzve. kanë faj ata se në fakt realisht rrudhat kanë dalë. Po jo, moj Nora. Por unë kur mendoj çfarë kam kaluar, po ti nuk e merr me mend them çfarë bekimi janë rrudhat më njerëz, se tregojnë që unë kam kaluar sfida të tilla që pak njerëz mund t'i kalojnë dhe prandaj të them që unë vdekje nuk e kam frikë. Sepse unë mendoj që kur të përgatitem për të shkuar në botën fundore dhe botën e amshuar që quhet, atëherë unë do ke mbaruar dhe disa detyra, sepse kur erdha këtu Zoti më solli për të kaluar sfida dhe prova, dhe unë kalova shumë sfida dhe prova. Prova të shëndetit tim, që po i kaloj dhe sot, sepse i kalova dhe në periudhën e Covidit, pra mbas gjithë i kalvarit të gjatë të vështirë. E kaluam operacionin e parë. Ti u rikuperove dhe u shërove apo ishe nën mjekim? Jo, kur erdha në Shqipëri isha nën mjekim. Bëra të gjitha gjërat që bëhen në atë kohë. Ran flokët, u lindën flokët, u bëra e bukur, u shëmtova, të gjitha këto. U shfryva, u dobësova shumë, rash 25 kg për një herë. Pastaj më tha vetëm një terapi. Nëse ti do të duash, ta duash veten tënde, ti duhet bësh gjërat që ti do dhe që ty t'japin energji. Për shembull, një nga gjërat që unë dua për t'ju hequr merakun dhe të gjithë kolegëve të mi apo miqve që më thonë, po u optove Onora ngele nëpër televizor, dhe në televizor shkon pa lek, nuk shkon si këta që të paguajnë. Unë dua t'ju them që një nga terapit më të mirat mijat është kjo valenca që gjej këtu. Pra kjo është energjia që më bën të ndjej mirë se mendoj që kam ende çfarë të jap. Do të thotë që nuk bëj sikur. Jam shumë e vërtet. Jam akua e sapone, ashtu siç nuk kam bërë, jo sot kam bërë make-up për ty. Po je. Por nuk kam bërë asnjë gjë në jetën time përveç se ca plagëve që vinë se rezultati ca operacioneve. Dhe përveç se ca çmimeve që duhet i bëj çdo natë nga puna diabetit, që do të thotë 4 herë të çpohesh, nuk është pak. Dhe përveç se ca sfidave që po i kaloj po pa u ankuar, dhe për këtë dua të falenderoj e para ty Mirel që më bën ta ndaj me njerëzit këtë emocion të fortë, e dyta familjen time që është busulla ime orientuese dhe dashuria më e madhe e jetës time dhe në fund të ditës kapitali më i madh që un kam në bankën e investimeve njerëzore. E treta miqve të mi të Universitetit Mesatar. Më kanë bërë shumë të bukur jetën. Dhe edhe në sfidat të mëdha kanë qenë aty pranë meje. Studentëve të mi që edhe kur kam qenë jo mirë, më kanë thënë, "Zysh, ne besojmë ke ty." Dhe mbi të gjitha miqve dhe shokëve që asnjëherë nuk më kanë vënë në situata të vështira kur unë realisht nuk kam qenë mirë, por mendoj që njeriu është sfidant me jetën dhe për këtë arsye më pëlqen të quhem e fortë, se Remarko ka një shprehje për të fortët. Unë nuk jam e fortë si hekuri, se hekuri ka një pikë vlimi ku thyet. Unë jam e fortë si llastiku. Unë tërhiqem shumë fort në ekstremitetet e mia dhe pasaj kthehem në vend pa humbur elasticitetin, pa humbur feminilitetin, pa humbur bundësinë, pa humbur butësinë, pa humbur logjikën dhe duke kuptuar që sfidat janë për njerëzit që janë temperuar
ose që populli thot janë rrahur me vaj e uthu. Tani, dua pak këtu. Kalove këtë momentin e parë, këtë sfidën e parë që kaloj. Vim te Covidi. Oh, Kaloj një Covid shumë të vështirë. Ai ka qenë periudha më e keqe. Se u bë dhe mediatik. Po, ka qenë periudhë shumë e keqe imje, shumë e keqe. Ndoshta përkoj dhe me gjëra të tjera, por kaloi Covidi. Edhe këtë periudhë kam qenë pa qef, pikërisht si rezultati shumë gjërave. Impakti të Covidit dhe një gripi që mora tani që më duk dha i si Covid. Ka qenë e keqe për disa arsye. Para, u detyrova që të përcjellja 3 prindrit, njëri mbas tjetrit. Vjerën, që vuajti shumë dhe u detyrova ta mjekoja në shtëpi vetë, deri ke dekupituset, janë ato plagët që hapen kur gangrenizohen. Vjerin, që ai pati një vdekje të paqët, po ishte një burr i paqët, si Tërbaçioti i mirë që ishte, dhe iku si një nga inxhinierët më të mirë që ka patur Shqipëria, dhe ndërtuesit e gjithë hidrocentraleve në Shqipëri. Dhe maman time që iku në periudhën e Covidit, jo nga Covidi, po nga një ishemi cerebrale, dhe imagjino se sa e vështirë ka qenë atëherë për mua, që unë duhet vrapoja deri në Durrës dhe fatmirësisht, duke qenë se isha në pozicionin e deputet zëvendësministës atëherë, kisha mundësi që televizja dhe këtë ma mundsoi Sandër Lesha, që e përshëndes shumë atëherë që me ato lejet që jepeshin. Me ato lejet, sepse mamaja ishte vetëm dhe nuk kishte njeri kur si qëndronte, kështu që unë detyrohesha të shkoja në Durrës ta shifja derisa e shtruar në spitalet derisa në fund vdiqit, dhe nuk ka pas moment më të tmerrshëm kur ti përcjellje njerëzit e tu vetëm. Për herë të parë kam kuptuar, Mirela, se dua të ndaj këtë moment me ty, se jam e bindur që se ka ndar njeri, çdo të thot, kur përcjell një njeri dhe mbas përcjelljes ha të bukën e përcjelljes. Nuk ka rëndes më të madhe, se sa kur njerëzit e tu i çon ke bota e përtej me vetëm, dhe ti nuk ke mundësi ti mbledhës për të ngrënë bukën e fundit për atë njeri që ti e përcjell. Është trishtimi më i madh njerëzor. Dhe është dhimbja më e madhe që ty të ngjelet si peng në jetë, sepse ke dëshirë të japësh bukën e fundit për njeriu që të ka sjellë në jetë. Ishte një dhimbje shumë e fortë, dhe ndoshta në gjithë këtë situatë, me këto vrapet lart e poshtë, aman se e bëra këtë emision vetëm me lot, më fal shumë, po duhet të kuptojmë një gjë që loti është shumë njerëzor, më kanë bërë dhe një herë, më kanë diskutuar për lotin, po ta them pak më poshtë. E teksa në gjithë të histori të vrapit, më zuri Covidi. Perëndia e madhe si ishte. Ti e kalove rënd. Unë nuk e di, shpëtova. Ti shpëtove, pra po një nga ato rastet që shkove deri në skaj u ktheve prapë. Po, dhe më kujtohet atëre, Pëllum Piperën e kam shumë xhan, më ka marrë pa fund, ka qenë në fakt edhe Ilir Met atëherë më mori, ishte president në atë kohë dhe u shqetësua. Po Pullumbi u shqetësua shumë dhe më thotë Nora, ti nuk do bësh asgjë dhe të ndaloj të shkosh në spital. Do bësh to që të them unë. Dhe më solli atëherë mjekët dhe nëpërmjet Besnik Jakaj, doktorit, erdhi Besua në shtëpi, mori parasysh të gjithë gjërat dhe më bëri një mjekim intensiv. Dhe vetëm, nuk e di, shpëtova. Shpëtova, po ajo ishte, si thot italiani, se nuk e gjetot fjalën, e frikshme enorme, që do të thot, ti ishe pa shije, pa gjymtyr, pa gojë, pa mënyrë për të çuar, pra për të shkuar në tualet, duhet të ndihmonte bashorti, e zuri dhe arin. Unë isha një qenie që isha as në këmbë e as në varr. Një format i një njeriu të transformuar totalisht. Si duket, ristartimi i kësaj gjëje më ripreku vatrat që kishin fjetur. Dhe fillon kalvari gjatë mundimeve të sikleteve të tjera të cilat. Paron Covidi, por Covidi zgjoi këto vatrat që thua, dhe çfarë ndodh? Dhe ndodh që unë pastaj duhet isha nën mjekime të vazhdueshme që ende dhe sot jam, por që jam shumë mirë. Ti vjen nga Amerika dhe vjen yll në formë të plot.
Tani unë dua të të bëj një pyetje që e bëjnë zakonisht për gjithë gratë e suksesshme. Sepse ti je një grua që nuk viktimizohesh. Jo. Është hera e parë që unë i dëgjoj këto gjëra nga ty. Nuk viktimizohesh, je një grua e bukur në forme moderne të gjitha. Si ja del? Sepse duket sikur gratë që janë të suksesshme kanë një emër, kanë një mundësi gjithmonë shoqërohet kjo që ka lek, ka mundësi ekonomike, përballet me gjëra që janë shumë jetë në një jetë. Si ja del? Si ja ke dalë gjithë këtyre sfidave që janë me shëndetin? Nuk janë as me personat, me të tretët, apo me... është shëndet që se ke në dorë, është fat. Është një fat që ti duhet të luftosh, të përballesh dhe ti ja del dhe prap me qetësi e thua. Si ja del? Më kujtohet që mbasi kalova këtë periudhën e parë nga Italia, u ktheva dhe kam një profesor të dashur, Xhevdet Zekën, që dua ta falenderoj. Vendosëm të shkruanim një libër bashkë të dy, Të kesh frikë është mirë apo keq. Ishte pikërisht mbas frikrave të para që unë kalova dhe kuptova që vdekja s'është asgjë, çast, po puna është se si duhet të vdesësh bukur. Se nuk mund të jetosh vetëm bukur, duhet dhe të vdesësh bukur. Dhe të vdesësh bukur do të thotë mos varritesh, do të thotë të japësh besim pasardhësve të tu që duhet ta jetojnë bukur jetën, dhe duhet kuptosh që frika është një moment shumë i rëndësishëm ke njeriu, se e përgjegjëson dhe e ndërgjegjëson dhe e bën që të mos i kaloj caqet e kufirit. Se ti mund t'jesh sëmur, mund t'jesh duke lënguar, po nëse ti gjithkohën ankohesh, nuk lodhesh më ti që po vuan, po lodhen më shumë ata që të shërbejnë ty. Dhe këtë e kam kuptuar me të gjithë shërbimet që ju kam bërë të gjithë të dashurve të mi. Dhe kam kuptuar që unë nuk dua të lë hije trishtimi në momentin kur nuk do t'jem. Unë dua të lë hije gëzimi, për arsye se kam ditur të menaxhoj situatat e vështira dhe kam kuptuar që jeta ime është imja. Dhe si e tillë nuk duhet bëjt jetë të gjithëve. Nuk duhet që unë në egoizmin tim dhe në narcisizmin tim t'i bëj të tjerët të mendojnë vetëm për mua. Nuk e duroj dot faktin unë. E kam realizuar të plot ciklin tim, pra kam kaluar gjysmë shekulli dhe mendoj që nëse do thuaj në vitin 1900 që vdi 60 vjeç, do thonë i shkreti sa i vjetër. Nëse themi sot thot sa i ri, është shumë relative jeta dhe mosha. Puna është që mund të vdesësh 100 vjeç dhe të kesh shpirtin e 20 vjeçarit dhe mund të jesh 20 vjeç dhe të mos kesh jetuar ditë të bukura. Unë jam njeriu më me fat që kam provuar sfidat e shijes së jetës dhe pikërisht ajo që më ka dhënë bukurinë e jetës është pikërisht të sfidosh vdekjen. Dhe vdekjen nuk e kam sfiduar se ja kam vënë qëllim vetes. Më ka ardhur se mendoj që kam ende dhe pak kohë që të mbaroj ca misione të mia. Dhe dua shumë që të realizoj dhe një ëndër që kam. Të bëj një emision të dedikuar pikërisht për gratë dhe për brezin e viteve 60, 50, 60, 70. Brezi njerëzve që nuk ishim celular, brezi njerëzve që u temperuam në kohra të ndryshme, brezi njerëzve që po menaxhojmë emocionet e fëmijëve tanë, edhe brezi njerëzve që po sfidojmë duke të ndërtuar një të tashme, duke u bazuar të e shkuara dhe duke i thënë të ardhmes, më prit. Nuk kam frikë nga vdekja, po e dua jetën. Nora, unë nuk kam më asnjë pyetje, sepse ti të gjitha i shterove me kaq elegancë dhe me kaq vërtetësi. Unë dua vetëm një mesazh për dikë që është në udhkryq dhe kam kërkuar nga të gjitha zonjat që janë ulur në atë koltuk, sepse njerëzit janë të ndryshëm. Ti ke kapacitetet e tua që i përpunon traumat forta në këtë mënyrë. Po ka njerëz që nuk i kanë këto kapacitete, janë në një udhkryq. Mund të jetë hall, mund të jetë stres, mund të jetë pamundësi, një pamundësi. Çfarë si mund t'i kalojnë?
Të gjitha mikeve dhe miqve, se nuk janë vetëm gratë që kalojnë Po. sfida të forta, Po. po janë dhe burrat, dhe ju nuk e dini se kur burrat sfidohen nga shëndeti, janë shumë herë, po shumë herë, më të lënduar se ne gratë. Do t'ju thoja që jeta është e bukur dhe duhet kuptoni një gjë. Të sfidosh vdekjen do të thotë kesh forcë për ta jetuar jetën. Duhet kuptoni që nuk jeni vetëm. Sa miliona njerëz vuajnë sot. Dhe në vuajtjen e tyre, ata gjithmonë shohin një dritë shprese. Se në fund të ditës, ato 4 qërinj që lidhen me shpresën, me paqen, me besimin, por dhe me dashurinë, duhet jenë simfonia e jetës suaj. Vetëm kështu mund t'ja dalim për të qenë bashkë, për të mbështetur në supin e njëri tjetrit, për t'i dhënë dorën njëri tjetrit dhe për të kuptuar që bota është e bukur se jetojmë i vjeçarin e ri. Faleminderit nga zemra. Faleminderit. Shumë faleminderit. Takohemi në episodet tjera. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.